shalqin. Edhe unë ndaloja për t'i bler shalqin. Mi po ndaloja 30 vetave, që i puthja të gjithë, 4 puthja, 30 veta e kuptoni vetë. Biles njëherë një zotëri shumë i nderuar, vazhdon shet atje, e mori kaq seriozisht nasin, sa më tha mua, ere nas, s'të dali shalqin dhe du të gjithë jem ble këtu. Edhe unë për të mbajtur lojën i thash, si vjetë mi zuri i breshri, e të qangeller mi hengrën pullën. Ja lare nas, qatë pas ka përë, tha të hengrën pullën dhe, ere i thash, uja Allah, po qa bere? Qa bere thash i ndogja, tujë, pulla, ti boj, tujë, ama, tujë, e ja këshu i ndogja. Ja lare nasa po, ure, po mirë tha qatë pas ka bere, tha, po shteti vuri na i ndorë për demin, apo? I thash rire atë me shteti se erdi të vuri prangat a i dhe shu se aq dojë. Tha, se mu thaftë goja qa thashta, edhe ashu e lase, ta shi s'ka më fjallë dhe lirë, e di veti. Kështu që në këtë aspekt, Udro! Ana doktor? Po? Si kalove? Mirë si kalove. Kur doja të dija, kur një femër del nga deti, kur një femër del nga deti, çfarë shikon meshkujt, po e dua me përgjigje të saktë se më thanë që je njesh. Me përgjigje të sakta? Shiko Roshi, moj bie, kur një femër del nga deti, 1% shikojnë trupin. 4% shikojnë gjoksin, 8% shikojnë gjithë trupin, dhe 87% shikojnë mos i shikojnë groja e tyre. Udro! Doktor, përshëndetje. Sa eri them të dashurës për të bërë seks, më thot më dhëm koka. Mos ka Covid? Jo, nuk ka Covid, ka dashnor. Ignashi, hajtë shëndet. Udro! Po doktor, Udro! të bëj një pyetje jashteme. Jashteme, po shumë dhe më fol. A ke një ori rreth bimëve? Dhe cila bim të sjell fat dhe para? Cila bim të sjell fat dhe para? Po asha shi po kush. Nuk e shikon dë njën të qa prokopie ka për? Hajde turru ta njënde, edhe dëgjo, me kujdes e birë se vete vjen, vete s'vjen. Hëtu bësha. Udro! Alo? Nuk jemi doktor, mirë, vazhdo programin. Jeni mirë? Hajtë shëndet se unë i kam edhe qelsat në det që kur diq me limonro. Hajtë shëndet. Po këta more. Tani more këta në telefonu? Dhe kur po vija këtu që të kthejem dhe kjo shoqja italiane, amore, e per te. Që bë? Kur po vija këtu në aeroport, që pritëm ja 2 orë dhe pasaportat, nuk e di pse jeni bërë shumë se jo. Dëgjoja në sfond këngën e të madhit Toto Cutugno, që ta kujtojmë që së bashku. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Brasilianet? Po të ishte i lviu me mua në aeroport do thote, e bukur po pasha, e bukur po. Nuk është gjymë kush e di. E ti do t'i thoshe, more Elvis, si që nga e bukur më dha. Ajo ka harmoni, ka ngjyra. Ngjyra? Po ngjyra kam dhe unë, po 2 të bardha 1 të zezë e kam bërë. Për ata që se din që është 2 të bardha 1 të zezë, 2 të bardha 1 të zezë është kjo. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono albanese d'Italia. Shiko, e di që më kujton kjo goca?
Se deshi thash të dredh nesër, po ishte njeri që ishte i varfër dhe pinte duhan dhe merte letrat e këtyre lajmërim vdekjes. Se ishte i varfër, duke e dredhur cigarin, kaloi njeri me motora, i pa kthyer kokën tha, hajde se ty do të dredh nesër, ty do të dredh nesër. Ose këngë tjetër i Lviu po t'ishte në Itali,